ketë paraqisin faktorë që mbledhen, përpjestojnë dhe në fund ipën në korres të popullatës dhe në mbështetjen qytetare. Ka shkelje ligjore, që do të kenë pjesa e gjykatave punë shumë të madhe. E dyta do të jenë këto puna që është kontrata kolektive që është mbush me numër të madh të landeve nëpër gjykata. E treta kemi dështuar në diplomacinë të Kosovës, më shumë luajnë rolin diplomatja, luajnë rol kryesor të ofendimit të moderatorëve se sa luajnë çipagut për një çështje të tjera. Edhe e treta në aspektin e sigurisë, më të them që nuk mundesh me pru një vizitor të huaj kur ti vetë si respekton institucionet shtetërore dhe humb besimin e njerëzve të cilët edhe që kanë planifikuar periudhën afat shkurtë, afat mesëm dhe afat gjatë për me investu. E katërta kemi një problem kogja të madh me çështjet ekonomike, sepse po him me një fazë të një problematike shumë të thellë. Për shembull, Bashkimi Evropian i ka dhënë 6 miliardë euro për Kosovën. Prej tyne Kosova ka përfituar më shumë të 880 milionë euro, ndërta është fillu me kërkesën e parë 2024-ën, na tash po fillojmë me 2026-ën, a faktikisht ne nuk e kemi marrë alo ende asnjë pjesë të mjeteve financiare të tilla. Ato kanë deadline, kanë kohën e kufizuar, në shumicë të mjeteve të tyre po thuajse e kemi humb, po ashtu jemi në seksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për shkak momentin që ty nuk të respekton zyra Bashkimit Evropian dhe zyra amerikane, të cilët nuk vinë në zyret për të respektuar legitimitetin tanë, ti vjen me nënkuptu që ti je jo legjitim, sepse luan rolin e deputetit në një forme, dhe përkërisht për një gjë të tillë edhe ambasadat e huaja kanë shkuar, ose përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë takuar në parlamentin e Kosovës me kryeministin e tyre, po jo në zyret e kryeministit. Dhe kjo është shqetësuese për vendin, e po është dje në një raport të fundit kur tha përfaqësuesja e zgjerimit të Komisionit Evropian KOS, ku tha kritika të ashpra i tha për Kosovën, është i vetmi vend të cilët edhe raporti progresit paraqet një progres të limituar, a mos them një progres fare, kërcënimet e gazetarëve janë në rritje sipër, mungesa e mosbesimit në institucioneve të Kosovës, dhe këto ketë paraqisin faktorë që mbledhen, përpjestojnë dhe në fund ipën në korres të popullatës dhe në mbështetjen qytetare.